Ju uroj mujin e shajt Ramazanit, uroj që keni agjerim të lehtë, Zoti ja u pranoft këtë lutjet edhe agjerimin. Une po du me diskutu pak rreth pjesës se qysh ndikon agjerimi. Fiziologjikisht qysh ndikon ushqimi, është e kuptueshme që kur flasim për agjerimin, flasim prej abstenimit, prej ushqimit edhe pijeve. Shumë njerëzve ju intereson a është e shëndetshme kjo. Edhe realisht është shumë interesant se qysh trupi jonë adaptohet në gjatë agjerimit, për shkak se pavarësisht që nuk jemi të konsumu ushqim 12, 13, 14 orë, prap trupi është në gjendje me i përdor ato depot, duke fillu mas pari me depot e glukozës apo sheqerit prej shujtës fundit që e kemi konsumu, që po shpresoj që është syfyri, nuk kemi të vaja nashkalu syfyrin. Mandej fillon duke i përdor depot e glikogenit që i kemi në muskuj, i kemi në mëlqi, edhe kadal fillon edhe i përdor depot e yndyrës. Do me thonë fillon me e shfrytzu yndyrën për energji, gjë që është shumë e mirë për shkak se ndikon pozitivisht në shëndetin tonë. Tashmë dihet edhe prej studimeve shkencore që agjerimi jep benefite të shumta shëndetësore, duke fillu prej faktit që kuptohet nëse varsisht të çka hajmë gjatë kohës kur nuk jemi duke agjeru ose jemi të konsumu ushqim, mundet me ndihmu në humbje të peshës, që është shumë e rëndësishme për njerëzit që kanë probleme me mbi peshën, mundet me ndihmu në përmirësimin e nivelit sheqerit gjak, yndyrnave, pa ajo çka është hulumtuar mas shumti është që agjerimi ose mos konsumimi i ushqimit për paktën 12 orë ndihmon në rikuperimin edhe riciklimin e qelizave tona, gjë që ndihmon parandalimin e problemeve të shumta shëndetësore, sidomos atyre problemeve kronike siç janë nivelet e larta sheqerit gjak ose diabeti, problemet me zemrën, madje edhe problemet me kancerin. Po shumë e rëndësishme se qysh e bojmë agjerimin, muj me i përmend disa prej gabimeve, po e them kështu më të shpeshta që shumica e njerëzve i bojnë, është që e anashkalojnë syfyrin. Edhe kjo është diçka që nuk preferohet, pavarësisht që nuk kemi urinë në orët e hershme të mëngjesit, në orën 4-5, kjo është shumë e natyrshme, sepse ashtu funksionon ora trupore, që nuk jemi shumë të programuar me konsumu sasi të mëdha të ushqimit gjatë kësaj kohe, jemi të programuar me pushu, me flejt, kështu që është e kuptueshme që nuk kemi uri të njëjtën kohë dhe hormoni i urisë nuk është shumë i rritur gjatë kësaj kohe. Mirë po, megjithatë, duke marrë parasysh që nuk kemi me konsumu ushqim për 12, 13, 14 orë të ardhshme, na duhet me hangër diçka për syfyr. Edhe idealja është që syfyri me qenë i balancum, me përmbajt proteinat gjenden në ushqime si veza, kosi, gjiza, mishi, po gjithmonë me pas parasysh burimin e proteinave që e zgjedhim me qenë një burim që nuk ka sasi të lartë krypës, në mënyrë që mos me shkaktu etjet nesërmën, me përmbajt karbohidrate komplekse, që janë kryesisht tërshëra, buka integrale, orizi integral, apo çfarë do lloj dritna tjera integrale që mundemi me i përfshi, me përmbajt yndyrna të shëndetshme, të cilat munden me ardhur prej vajit, ullirit, aroreve të ndryshme, ullimve, avokado e tjerë. Edhe një gjë që është shumë e rëndësishme për syfyr është edhe hidratimi i duhur. Do me thonë me marrë mjaftueshëm ujë apo lëngje tjera, preferueshëm ato që nuk kanë sasi të lartë të sheqerit shtum, për shkak se është ideja që me u hidratu në mënyrë që mos me pas probleme me etjen të nesërmën, mirë po edhe personat që janë të hidratu mjaftueshëm kanë tendencë me menaxhu pak më mirë këtë pjesën e dhimbjes të kokës ose problemeve me koncentrimin ose përqendrimin, edhe me menaxhu edhe më mirë urinë, sidomos nëse janë ato e konsumun një syfyr të balancum. Tani vazhdojmë te iftari, gjithashtu një problem ose një gabim që e shoh është që pavarësisht që e kuptoj që jemi të rritur, nuk kemi konsumu ushqim për një periudhë bagë gjatë, te iftari është mirë mos me atepru me ushqim. Jo rastësisht iftari hapet me hurme edhe me ujë, kjo është edhe rekomanduar për ka aspekti fetar, mirë po edhe për ka aspekti shkencor, hurmet përmbajnë sasi të lartë të sheqernave të natyral, që e rrisin shpejt nivelin e energjisë, edhe uji normalisht ndihmon që me u rehidru.
Edhe pastaj zakonisht fillohet me një supë, që gjithashtu e ka qëllimin me u rehidru, edhe me një pjatë balancume, që shë përmenda e njëjta sikur për syfër, edhe për iftar duhet me qenë një pjatë që përmban mjaftueshëm perime, mjaftueshëm proteina, pra në këtë rast është i zakonshëm mishi ose fasullet, drithna, edhe gjithmonë uji. Shumë e rëndësi është uji, edhe këtu po e përmendi që është shumë e rëndësi që uji me qenë i shpërndan prej iftarit deri në syfër, mos me pi sasi shumë doja të ujit për një herë, për shkak se kjo e bën të kundërtën e rehidrimit, se nëse pim sasi doja të ujit me një herë, kjo mund të na bëjë që me urinu ma shumë edhe me na dehidru ma shpejt. Në fakt edhe kur vjen puna te hidratime, është mirë që hidratimi patjetër me u bë me ujë, po ajo që ka rekomandohet, sidomos kohëve të fundit, është që ujit me i shtu shumë pak kryp, edhe pak limon, për shkak se kjo ndihmon që me i rikthy ato elektrolitet të cilat mund t'i kemi humbur. Ramazani është një kohë shumë e mirë që na me reflektu, kuptohet, po na teston pak edhe durimin, po edhe na mundet me na ndihmu me përmirësu marrëdhënien me ushqimin. Mësohemi qysh është me ndi urin, mësohemi me ndjenjë një shumë të rahatshme të urisë, po edhe mësohemi me u kontrollu kur vjen puna te sasia e ushqimit. Ajo që kisha me thonë për fond është që me u mundu që Ramazanin mos me qenë një muaj i ekstremeve, pra me u mundu as mos me kufizu shumë ushqim, po as mos me ja tepru me ushqim, me mbajt atë parimin për cilën realisht Ramazani bëhet që tregon për vetë disiplinën, për durimin që e kemi, me mbajt edhe të ushqimi në mënyrë që me na ndihmu me i arrit ato qëllimet shpirtnore që i kemi, po gjithmonë tu i bëhe edhe mirë vetës edhe për ka aspekti ushqimor. Faleminderit shumë.